Te fjalët e urta 25-25 thuhet një lajm i mirë nga një vend i largët. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, nëse kuptojmë pjesën e dytë si ujë i freskët për njëri të lodhur, vërtet. Këtë bën lajmi i mirë kur na vjen në vesh. Unë do të ndaj një lajm nga një histori në Ukrainë, edhe dini që Ukraina është në luftë me Rusinë, edhe mjaft ushtar janë spostuar në lindje për të mbrojtur territorin e Ukrainës. Edhe ka shumë luftë aty, ka vrasje gjithashtu. Edhe një nën kishte shkëputur lidhje me birin e vet, edhe prej shumë muajsh e mendonte të vrarë. Mirë po një ditë ajo merr një thirrje nga telefoni i vet, edhe sheh fytyrën e të birit. A mund të imagjinoni zemrën e nënës, e drobitur, e lodhur, edhe merr atë lajm, në fakt i biri ishte në Poloni, po kurohej, edhe ishte duke u shëruar. Edhe ajo sheh fytyrën e djalit të saj. Nga një vend i largët vjen një lajm për atë. Edhe kjo është ajo që fjala e urtë thotë. Një lajm i mirë nga një vend i largët jep kurajo, jep shpresë për të rinë, gjallëron jetën e njeriu. Edhe po flasim tani jo për lajmet e mira që vijnë nga Ukraina, as për lajmet e mira që vijnë ande nga vinë, po flas për lajmet e mira që vijnë për shpirtin tonë. Edhe për këtë do të flasim sot, po përpara se të flasim do të bëj pak antropologji holistike. Nëse nuk e kuptoni këtë shprehje, është ta shohësh njeriu si një qenie e plotë. Ne zakonisht mësojmë në shkollë biologji dhe studiojmë anatominë e njeriu. Mjaft mbarojnë universitetin dhe nuk dinë ende se çfarë është njeriu. Studiojnë shumë për njeriu, po nuk e njohin njeriu. Po Bibla na prezanton se kush është njeriu, edhe si është ndërtuar njeriu. Sepse fjala e Perëndis na tregon që Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Edhe gjithashtu na tregon te Romakët 1:20 që Perëndia ka ca cilësi. Edhe këto cilësi nëse se studion krijimin, atë do të shohësh që me të vërtetë do të mësosh më shumë për Perëndin. Një nga shkencëtarët më të njohur tha që në qoftë se do të kuptosh shkencën, është si të pish një gotë uji, edhe në fund, pasi e pi atë, të prek Perëndia. Që do të thotë që në qoftë se je seriozisht duke e studiuar krijimin në mënyrën e drejtë, do të fillosh të kuptosh edhe më shumë për krijuesin, sepse krijimi dëshmon për krijuesin. Edhe Romakët 1:20 thotë, në fakt cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hynia e tij, duke qenë të dukshme. Pra Bibla thotë që hynia e Zotit, qenia e Perëndis, esenca e Perëndis është e dukshme. Po si është e dukshme? Edhe thotë, nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës. Sepse thotë shihet qartë gjithashtu, me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. Domethënë njeriu mund të studiojë krijimin, edhe mund të shikojë krijimin, edhe mund të mësojë dhe të kuptojë për Perëndin, sepse krijimi dëshmon për Zotin. Krijimi ka një krijues. Zanafilla 1 vargu parë thotë në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Dhe të gjitha elementët janë pikërisht në këtë varg. Në këtë element ne kemi kohën, në fillim. Në këtë element kemi energjinë ose shkakun, Perëndia. Në këtë element kemi gjithashtu, thot fjala e Zotit, qejt, që është hapësira. Në këtë element ose më saktë në vargun 1 kemi gjithashtu edhe lëndën ose materien. Të treja këto janë pikërisht në këtë që i nevojiten. Kohë, hapësirë, edhe gjithashtu materie ose lëndë. Po të vini re me kujdes sipas Romakët 1:20, të gjitha këto janë krijuar nga Perëndia dhe gjithashtu tregojnë për Perëndin. Atë hynia e Zotit, qenia e Zotit është e dukshme me anë të krijimit. Atë koha ka 3 element, nëse studioni me kujdes. Koha është një kohë, ka të shkuarën, ka të tashmen, ka të ardhmen. Sepse Perëndia është një qenie trinitet. Dhe çdo gjë e krijon në 3. Po gjithashtu ne kemi jo vetëm kohën, po kemi hapësirën. Hapësira gjendet ose matet në 3 lloj dimensionesh. Vetëm kështu kuptohet hapësira. Gjatësi, gjerësi, lartësi. 2 nga ato nuk na tregojnë për hapësirën. Jemi në plan. Mund të thoni, duhet 1 e 4, 1 e 5, 3 mjaftojnë për të përcaktuar koordinatën. Gjatësi, gjerësi, lartësi.
sepse gjithçka është krijuar nga Perëndia dhe është krijuar dhe dëshmon për hyjninë e tij. Perëndia është një qenie që është trinitet. Po nuk kemi vetëm kohën, hapësirën, po kemi edhe lëndën. Dhe lënda në gjendje të qëndrueshme e gjeni në 3 lloj gjendjesh: të gazë, të lëngët, të ngurtë. Edhe nëse vazhdoni çdo gjë në krijim do të vinë re që dëshmon për krijuesin. Edhe në gjërat më të vogla. Të shkojmë te atomi ka vetëm 3 pjesë: elektron, neutron, proton. Nuk ka 4. Kaq ka. E para Thesalonikasve na jep tani 3 pjesët e njeriut. E para Thesalonikasve 5:23 thotë, dhe Perëndia i paqes ju shenjtroft vetërsisht fryma juaj, shpirt e trup. Pra vini re që krijimi dëshmon për Zotin. Hynia e Zotit. Perëndia është një, por ai është trinitet. Dhe zbulon veten në krijim duke krijuar çdo gjë me 3 pjesë. Perëndia në Bibël zbulohet që punon në 7 kohë. Por gjithashtu krijon në 3 pjesë. Edhe njeriu sipas fjalës Perëndis ka shpirtin, ka trupin, ka dhe frymën. Ashtu siç është Perëndia ynë. Perëndia ka një trup dhe ai Zoti Jezu Krisht. Pjesa e dukshme e Perëndis së padukshëm. Perëndia ka një shpirt dhe ai është Perëndia. Perëndia ka frymë dhe është fryma e shenjtë. Edhe në të njëjtën mënyrë si Perëndia bëri njeriu, atë ne fillojmë të kuptojmë njeriu, atë fillojmë të kuptojmë më shumë për Perëndin. Sepse Bibla na tregon te Zanafilla 1 vargu 26 dhe 27, pastaj Perëndia tha, ta bëjmë njeriu sipas shëmbëltyrës sonë dhe në ngjasi me ne. Dhe të ushtroj sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zojt e qiellit, mbi kafshët, mbi gjithë tokën, mbi rryshanorët që zvarriten mbi dhe. Kështu Perëndia krijoi njeriu sipas shëmbëltyrës së vet. Sipas shëmbëltyrës së Perëndisë ai krijoi mashkullin dhe femrën. Edhe të vini re që ka një gjuhë gramatike pak të çuditshme këtu, por është absolutisht e saktë. Vini re që Perëndia njëjës bën ca gjëra shumës, por gjithashtu përdor edhe për emra shumës, sepse thotë Perëndia njëjës tha, njëjës, se po të ishte shumës do të thoshte Perëndit thanë, ta bëjmë, këtu është folje shumës. Njeriu sipas shëmbëltyrës sonë, përsëri është për emrin shumës. Në ngjasi me ne, përsëri kemi shumës. Edhe vargu 27 thotë Perëndia njëjës krijoi njëjës, pastaj sipas shëmbëltyrës së vet njëjës. Që do të thotë që kur Perëndia zgjodhi të krijonte njeriu, ai nuk tha ta mendoj një herë si ta bëj njeriu, por tha do ta bëj njeriu siç jam unë, siç ishte ai vet. Edhe Perëndia është trinitet. Edhe bëri njeriu në 3 pjesë. Prandaj nuk mund të mendojmë ashtu siç mësohet në shkolla, në biologji, që njeriu është thjesht një qenie që erdhi nga asgjëja, evoloi, edhe pastaj ku vdes bëhet asgjë. E di që na kanë helmuar faktikisht ata që arritën në komunizëm na kanë helmuar me këtë gjëra, po edhe tani gjithnjë edhe më shumë këto gjëra mësohen. Por kjo është gabim. Kjo është gabim. Nëse do ta ilustrojmë mënyrën se si është njeriu, është si një lloj topi futbolli, që ka kopertinën, pjesën e jashtme, që është trupi, ka pastaj komerdaren, që është shpirti, brenda ajrin që fryn, që e bën të plot atë, që është fryma. Në qoftë se është i çarë, nuk është në rregull. Në qoftë se ajri ka dalë, nuk është në rregull. E njëjta gjë është edhe me njeriu. Në qoftë se njeriu nuk ka të 3 pjesët të plota, atë ka një problem, gjeni të vdekur. Pra njeriu ka trup, ka shpirt dhe ka frymë. Të 3 këto fjalët ndryshojnë nga njëra tjetra. Tjetër është trupi, tjetër është shpirti, tjetër është fryma. Trupi i njeriu është pjesa e jashtme. Është pjesa e jashtme, është ajo pjesë e njeriu që e lidh njeriu me botën materiale ose me botën fizike. Ky është trupi. Edhe ne studiojmë anatominë në shkollë, ose studiojmë trupin e njeriu. Kontakti i njeriu me botën e jashtme bëhet përmes shisave, shiko, prek, shijo. Dhe trupi i njeriu kur njeriu vdes bëhet në plur, sepse Zoti e krijoi nga pluri, por nuk ka vetëm trupin, po kjo është ajo që Bibla mëson për trupin. Fryma e njeriu është ajo pjesa më e thellë. Kur Perëndia krijoi njeriu, Bibla thotë që ai e krijoi njeriu nga pluri i tokës, pra kjo është pjesa e jashtme, pastaj i fryu në hund frymë jete, që do të thotë që fryma është e lidhur me jetën. Edhe është si ajri. Edhe është mjaft e rëndësishme për të kuptuar këtë, sepse është ajo pjesë e qenies së njeriu që lidhet me gjërat e përjetshme ose që lidhet me Perëndin. Pra njeriu ka një pjesë që lidhet me gjërat fizike dhe është trupi.
Po ka dhe një pjesë që lidhet me gjërat frymërore, ose që lidhet me Perëndin dhe është fryma. Te Psalmi 104 na jepet veshja e njeriut. Nëse do të gjeni në internet Zanafillën 2 për Adamin para mëkatit, do të vini re që Adami është pa rroba, po nuk është kjo mënyra si Bibla e prezanton Adamin para mëkatit. Kjo është mënyra si njerëzit e prezanton. Po para se Adami të mëkatonte, ai kishte rroba. Jo rroba fizike, po kishte një lloj rrobe të shkëlqyeshme që e vishte Adamin. Edhe Bibla tregon për Perëndim vet, te Psalmi 104, Perëndia im ti je jashtëzakonisht i madh, je veshur me shkëlqim dhe madhështi. Edhe thot, ai të mbështjell me dritë si të ishte një mantel, një rrobe. Manteli është një rrobe. Perëndia vet është i mbështjell me një mantel drite. Edhe Perëndia është dritë. Dhe në qoftë se do të shikoj Adamin kur u krijua, ai rrezatonte, shkëlqente dhe kishte një mantel drite. Edhe në qoftë se do të ishte Jezu Krishti, edhe gjithashtu Adami do të shikojë që të dy shkëlqenin, sepse Perëndia bëri të ngjashëm me veten. Të dy kishin një mantel drite. Prandaj kur Adami mëkatoi, ai e humbi këtë mantel drite, sepse mëkati hyri në ta. Edhe ai pa që kemi të zhveshur. Keni lexuar Zanafillën 3? U hapën sytë atyre. Për tek Zanafilla 2, ajo që ndodhte që rroba e njeriut ishte e veshur, ishte një lloj manteli me shkëlqim me dritë. Dhe gjithashtu ajo që ndodhte që kemi njeriu që është krijuar në imazhin e Perëndis. Ka trup, shpirt dhe frymë. Dhe fryma është ajo pjesë që lidhet me Perëndin. Trupi është ajo pjesë që lidhet me gjërat fizike, përmes shijimit, prekjes e gjitha gjërave që ne flasim për botën materiale. Tani ajo që ndodhi me Adami dhe Evën është që ata thyen në urdhrimin e Perëndis. Edhe ditën që ata thyen në urdhrimin, ata vdiqën. Ata mëkatuan edhe prezenca e Zotit u largua nga ata. Edhe ajo pjesë që lidhej me Perëndin u nda, edhe njeriu vdiq nga ana frymërore. U nda nga Perëndia. Edhe ajo që e ndau njeriu nga Perëndia është mëkati. Dhe Bibla thotë në Romakët 5:12, prandaj ashtu si me anë të një njeriu, edhe ky është Adami, të vetëm mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja u shtrit tek të gjithë njerëzit sepse të gjithë mëkatuan. Edhe ajo që ndodhi është siç e keni në këtë diagram, kur Adami mëkatoi, ajo lidhje me Perëndin u ndërpret. Edhe Adami u nda nga Perëndia për shkak të mëkatit. Edhe ajo pjesë e brendshme që lidhet me Zotin, sepse njeriu është tre pjesësh. Është shpirti, do flasim pak më vonë, që është në të vërtetë ajo që ne jemi, është trupi, që është ajo pjesë e njeriut që e lidh me botën materiale, dhe është fryma, që ajo është pjesa më e thellë, më e brendshme, që e lidh me Perëndin. Dhe kur Adami mëkatoi, ai vdiq frymërisht në çfarë? Domethënë u nda nga Perëndia, sepse Perëndia është drejt, nuk mund të banojë më me mëkatin. Prandaj çdo njeri për 6000 vjet është përpjekur ta mbush veten e vet në mënyrë që të jetë i plot. Qoftë kjo me lloj-lloj gjërash, disa me famë, disa me sukses, disa me shkollë, disa me drogë, disa me lloj-lloj gjëra të ndryshme, me seks. Edhe sado që mundohet ta mbush, e gjen veten gjithnjë edhe më bosh, sepse njeriu është bërë në formën dhe enën e Perëndis. Qofse mund të them në një lloj ene si Perëndia, apo formën e Perëndis. Prandaj vetmja mënyrë si njeriu i bëhet i plot edhe gjen plotësi është në qoftë se Perëndia vendoset sërish në ta. Sepse vetëm Perëndia mund të mbushë një njeri. Bota është jashtëzakonisht mashtruese, duke ofruar shumë gjëra që në të vërtetë nuk do të mbushin kurrë jetën tuaj. Sepse njeriu bëhet i plot vetëm me Jezu Krishtin. Edhe Bibla thotë, të gjithë që janë Adami vdesin. Të gjithë që janë Adami vdesin. Kur Perëndia shef njerëzimin, 8 miliard njerëz, ata i shef në një trung të vetëm, një pemë familjare. Ashtu si Adami vdiq dhe u nda nga Perëndia, të gjithë kemi një problem të ndarë nga Perëndia dhe të vdekur në faj dhe në mëkatin. E para Korintasve 15:22 thotë, sepse ashtu sikurse në Adami të gjithë vdesin. Prandaj apostulli Paulu tha Efesianëve, ai u dha jetë edhe juve që ishit të vdekur në faj në mëkatin. Por tha atyre që ishit të gjallë nga ana fizike sepse ata pranuan Krishtin. Por tha ishit të vdekur nga ana frymërore, domethënë të ndarë nga Perëndia. Kur ju pranuat Krishtin, ai ju dha jetë juve. Edhe kur Perëndia e shikon tani pas ardhjes së Jezu Krishtit, e shikon njerëzimin në dy
lloj pemësh ose në 2 njerëzish. Edhe njëri është Adami i parë, tjetri është Adami i fundit. Njëri është Adami toksor, tjetri është Zoti nga qielli. Njëri është Adami dhe tjetri është Krishti. Edhe Bibla thot, e pare Korintatë 15:22, sepse sikurse në Adami të gjithë vdesin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin, ose do të kenë jetë ose do të rrojnë. Kështu i shef Perëndia. Shef ose je në Adamin, dhe nëse je në Adamin, është shumë e vështirë të kuptosh gjërat e përjetshme. Është shumë e vështirë që të konceptosh Perëndin, sepse je i lidhur vetëm përmes gjërave materiale. Edhe ke vetëm arsyetim përmes gjërave fizike, i lidhur përmes shisave të prekshme, të sparit, të dëgjuarit, të shijuarit. Edhe është e pakonceptueshme për ty, nëse nuk je i rilindur, është e pakonceptueshme Perëndia, sepse je i ndarë nga Perëndia, i vdekur. Po kur ti merr jetë dhe rilind, atëherë fryma e shenjtë vendoset në ty, edhe ajo lidhje që ishte në Adami para mëkatit rivendoset. Dhe sytë tu hapen, edhe fillon të ketë jetë realiteti frymëror, edhe ti shikon atë gjëra. Prandaj shpesh herë ju tregoni me njerëzit realitetin e Perëndis, ata thonë ti duket sikur flet një njerëz që nuk ka arsye. Nuk të kuptojnë. Dhe arsyeja pse nuk të kuptojnë është sepse ata janë të vdekur dhe të ndarë nga Perëndia nga ana frymërore, jo nga ana fizike. Ata kanë intelekt, edhe ju keni intelekt. Po kjo nuk do të thotë që ata janë të lidhur me Perëndin, pse? Sepse ajo pjesë që lidhet me Perëndin, që është fryma e shenjtë, që është ajo qenia më e thellë e njeriut, është e kaputur, është e ndarë. Prandaj Jezusi tha, duhet të lindni përsëri, në mënyrë që të shihni, duhet të lindni përsëri, në mënyrë që të hyni në mbretërinë e Perëndis. 2 Korintasit 5:17 thotë, prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Zoti e ka bërë atë një krijesë e re. Edhe thotë, gjërat e vjetra shkuan, janë të gjitha gjërat u bën të reja. Të hysh në Krishtin do të thotë të lindësh përsëri. Edhe mënyra se si lind përsëri është Gjoni 1:12 dhe 13. Por gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijtë të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e Tij. Të cilët nuk lindën, pra kemi një lindje dhe një lindje tjetër. Nuk lindën as prej gjakut, as prej vullnetit të mishit, as prej vullnetit të burrit, por prej Perëndis. Pra ka një lindje nga ana fizike, dhe të gjithë ne që kemi lindur nga ana fizike, kemi lindur në Adamin. Po ka dhe një lindje tjetër që bën të mundur të kalosh nga ti jesh në Adamit, ti jesh në Krishtin. Dhe kjo lindje është lindje nga Zoti. Po si njëri mund të lind nga Zoti? Edhe ja si thot vargu, të gjitha atyre që e pranuan, ai u dha pushtet të bëhen bijtë të Perëndis. Nuk jam më një bir i një njeriu, ti babait tënd dhe nënës tënde. Ti je sigurisht bir i babait dhe nënës tënde nga ana fizike. Por tani kalon në një familje tjetër, në familjen e Perëndis, je bir i Perëndis. Sepse thot përmes besimit në emrin e Jezus, pra besimin në Jezu Krishtin, sjell lindje frymërore. Besimin në Jezu Krishtin të vendos në Krishtin. Besimin në Jezu Krishtin të bën bir të Perëndis. Tani le të kthehemi te njeriu. E para Thesalonika 5:23 thot Bibla na mëson që njeriu ka 3 pjesë. Ka shpirtin, ka trupin, ka dhe frymën. Atë çfarë është trupi? Trupi është anatomia e njeriut. Është pjesa e jashtme. Është ajo pjesë që e lidh njeriun me materien. Fryma e njeriut është ajo pjesë që është e thellë. Dhe është pjesa më e brendshme dhe është ajo pjesë e njeriut që e lidh njeriun me Perëndin. E lidh me botën frymërore. Shpirti i njeriut është pjesa e dytë. Dhe shpirti i njeriut është ajo që ne jemi. Është esenca jonë. Në të vërtetë ne jemi një shpirt që banojmë në një trup. Dhe trupi është shtëpia jonë. Dhe kur njeriu vdes, ai e lë banesën e përkohshme dhe ka një destinacion të përjetshëm. Prandaj trupi nuk është ajo që ju jeni. Edhe pse fatikisht ne mundohemi në këtë trup ta mirëmbajmë. Prandaj trupi nuk është ajo që ka më shumë peshë dhe vlerë për një njeri. Por shpirti i njeriut. Edhe pse ne shpesh herë mundohemi më shumë për trupin dhe japim më shumë rëndësi trupit se sa shpirtit. Por në qoftë se i pa shpëtuar, gjithçka që ke është vlera e trupit. Por do të kuptosh që vlera më e madhe për ty është shpirti. Po edhe në qoftë se je i shpëtuar, do të kuptosh që një ditë do të lësh këtë trup. Këtë banesë të përkohshme. Edhe ajo që je shpirti yt, dhe do të marrësh me vete vetëm shpirtin tënd.
sigurisht do të lësh edhe çdo gjë, prona e mëse të thash. Por do të lësh edhe trupin. E do të marrësh vetëm shpirtin tënd, asnjë gjë tjetër. Edhe nëse je i rindur, Perëndia do t'i jap një trup të lavdishëm. Dhe nëse je i humbur, Perëndia do t'i jap një trup të paprishëm. Të dy do të marrin trupa të paprishëm. Po njëri për shkak të mëkatit do të banojë ndar nga Perëndia në zjarr të përjetshëm. Dhe tjetri për shkak sepse është në Krishtin, edhe i falur, do të banojë me Perëndin në prezencën e tij. Të dy do të kenë trupa. Po njëri do të vuajë për jetë, tjetri do të jetë bashkë me Zotin për jetë. Tani shpirti ka formë trupore, thot Bibla. E nëse do të kishim mundësi ta nxirrim shpirtin nga trupi, edhe do të kishim sy që ta shikonim, sepse ne nuk e mund ta shohim atë, por nëse do të kishim mundësi ta shikonim, atë do të dukej si një fantazm. E nëse të hidhej një çarçaf nga sipër, do të qëndronte çarçafi aty. Edhe po ta hapje kështu do të shikoje që nuk ka asgjë brenda. Nëse do të mund ta imagjinoni në një farë mënyre. Po Bibla na tregon që kur njeriu vdes, trupi i tij shkon në varr, sepse është krijuar nga dheu, edhe është banesë e përkohshme. Po shpirti, ajo që vetë njeriu është, ka vetëm 2 destinacione ku do të shkojë. Dhe Bibla kur nuk flet për zhdukjen e një shpirti. Edhe shikoni si thotë Luka 16, por ndodhi që lypsi vdiq dhe engjëjt e çuan në gjith të Abrahamit, diç edhe pasaniku dhe varrosën. Kemi trupin që vendoset në varr. Por ajo që ndodh është më poshtë, ne shohim shpirtin e tij që zbret në ferr. Dhe duke pasur mundime në ferr i çoi syt. Një shpirt ka sy. Dhe pa nga larg Abrahami dhe Lazarin e gjithë të tij. Një shpirt mund të jetë në gjendje të dallojë njerëzit. Kur ju të lini trupin tuaj, dikush tjetër, një shpirt tjetër do të dallojë që jeni ju. Pra ka formën trupore. Atëherë ai përditi në ferr ka britma, mund të flasësh, mund të komunikosh, thot fjala e Zotit. O atë Abraham, ki mëshirë për mua, thot, dhe dërgoi Lazarin të lag me ajrin e gishtit të vet. Domethënë, shpirti ka gisht. Edhe thot, në ujë që të më freskoj gjuhën. Shpirti ka gjuhë gjithashtu. Pra, ajo që ju jeni, tërë qenia juaj ka një formë trupore që banon brenda trupit tuaj. Syt janë kontakti i shpirtit me bota materiale. Ajo po përpiqem të them është ajo që ka shumë vlerë për ju. Që në fakt duhet të ndryshojmë edhe ne mënyrën e të menduarit. Edhe të bëjmë me të vërtetë vlerë për ne atë që ka me të vërtetë vlerë. Dhe ajo që ka me të vërtetë vlerë për ne dhe për ju është shpirti juaj. Jezus i tha te Marku 8:36-37, çdo bi do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën nëse më pas do të humbë shpirtin e vet. Ose çfarë mund t'i jap njeriu në shkëmbim të shpirtit të vet. Pra, Jezus i vuri në peshore botën dhe gjithë pasurinë që ka. Jo thjesht miliarder si Bill Gates, por gjithë pasurinë e botës. Në njërën anë dhe shpirtin në anën tjetër. Edhe tha, shpirti ka jashtëzakonisht më shumë vlerë se gjithë bota. Shpirti është ajo që ju jeni. Dhe shpirti është i përjetshëm. Është mjaft e rëndësishme për këtë. Edhe thot, çfarë mund t'i jap njeriu në shkëmbim të shpirtit? Asgjë. Sepse nuk mund ta këmbesh me ndonjë gjë që ka të njëjtën vlerë si shpirti. Gjithë vlera e pasurisë së botës nuk mund ta blej dhe as nuk mund të peshohet me shpirtin tuaj. Faktikisht çdo gjë ka vlerë nga disa faktorë. Për shembull, nëse do të blesh diçka, është e kushtizuar nga disa. Një nga faktorët është kush e ka prodhuar atë. Nëse blen një Benz, dihet kush e ka prodhuar, dhe nëse blen një Fiat, dihet kush e ka prodhuar. Atëherë nëse blen një Benz, atëherë do të ketë një vlerë tjetër në krahasim me nëse blen një Fiat. Po nuk ka vlerë vetëm kush e ka prodhuar, po ka vlerë gjithashtu edhe nga sa gjatë rron ajo gjë që po merresh me të. Prandaj shpeshherë gjeni garanci 10 vjet, 20 vjet, 5 vjet. Edhe nëse doni të dini që diçka që ka vlerë ka shumë garanci, është jetë gjatë apo jo. Bashkë me këtë vjen edhe kosto. Nuk ka kosto të lartë ajo që ka 3 muaj garanci. Ajo që ka 30 vjet garanci ka kosto shumë të lartë. Po të tëra këto lidhen së bashku. Shpirti juaj nuk është krijuar nga një qenie njerëzore.
ka jashtëzakonisht vlerë se është krijuar nga Perëndia vet. Kur Zoti krijoi njeriun, ai e krijoi trup, shpirt dhe frymë, po edhe gjithashtu ju jeni një krijesë unike, edhe pse erdhët nga babi dhe nëna, jeni një krijesë unike. Askush nuk është si ju në 8 miliard njerëz. Dhe ju jeni krijuar nga Perëndia dhe autori i juaj është Zoti vet. Ai ju dha jetë. Ai ju gjizi në barkun e nënës. Edhe për shkak se Zoti është autori i shpirtit tuaj, atë ka shumë pesh shpirti juaj. Por gjithashtu ka vlerë për sa do të jetë gjatësia e këtij shpirti. Dhe shpirti nuk është as për 2, 3, 4 apo 6 milion vjet apo 30 milion vjet, është i përjetshëm. Dhe ka shumë vlerë sepse Zoti e krijoi. Dhe ka shumë vlerë sepse jetë gjatësia e shpirtit gjatë për jetë. Sa është çmimi i shpirtit. Nuk ka gjë tha Jezusi që mund t'i vësh çmimit të shpirtit diçka në botën materiale. Çdo gjë në ndjell ka një çmim. Shpirti juaj nuk ka çmim. Me gjithë pasurinë e botës nuk mund ta bleni shpirtin tuaj. Është e pamundur. Bibla thotë ke parë Pjetrit 1:18-19 duke ditur se jo me anë gjërash që prishen si argjendi ose arjen e shpenguar nga mënyra e kotë jetuarit të trashëguar nga etrit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit si të qengjit të patëm e të panjohur. Pra Perëndia na tregon që është vetëm gjaku i Perëndisë që mund të blejë shpirtin tuaj. Domethënë, jeta e Zotit mund të shpengojë jetën tuaj. Nuk ka asgjë tjetër që mund ta bëjë këtë në mënyrë që shpirti juaj të jetojë. Duhet jetë jeta e Perëndisë. Kështu thot Bibla. Tani le të flasim për lajmet e mira për shpirtin tonë. Së pari do të them për nevojën e një lajmi të mirë. Edhe mësimi do të jetë mjaft i shkurtër. Por kapeni këtë sepse ne e filluam që secili duhet të shërtojë veten e vet në lidhje me shpëtimin e tij. Jo të gjithë ata që janë nga Izraeli janë Izrael. Jo të gjithë ata që janë në Kish janë Kisha. Nuk e di nëse keni dëgjuar një histori, në 1972, vitin që linda unë, ndodhi që një avion që mbante një ekip të Uruguayt po shkonte për të bërë një ndeshje. Edhe ishin rreth 50 veta në avion. Edhe avioni u përplas në malet e Andeve në Argjentinë. Nga përplasja, mjaft veta vdiqën, por gjysma atyre ishin gjallë. Edhe malet janë po flasin për lartësi 5.000-6.000 metra. Ekipet e kërkim shpëtimit u bë madhe faktikisht kjo në atë kohë, kërkuan prej 8 ditësh. Nuk i gjetën hoshëndo. 2 muaj pas rënjes së avionit, 19 veta ishin ende gjallë aty. Pa shpresë. Pa një mundësi për të marrë një lajm të mirë. Pa rrugdali. E njëjta analogji është me njeriun, me gjendjen tonë të rënë për shkak të mëkatit. Te Isaia 64:5-6 thotë ja ti e zemëruar sepse ne kemi mëkatuar. Në këtë kemi vazhduar gjatë dhe kemi nevojë të shpëtohemi. Ashtu si ata kishin nevojë për shpëtim, ne kemi shumë të tepër sepse askush nuk mund të na nxjerrë nga kjo gjendje. Edhe Bibla thotë jemi të gjithë, edhe po nën kupton gjithë racën njerëzore. Po nën kupton se cilin prej nesh në mënyrë individuale. Jemi të gjithë si një gjë pa pastër, të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rrobe ndotur. Po fish kemi të gjithë sot si një gjethe dhe pautësitë tona na çojnë larg si herë. Kjo është gjendja jonë. Ne kemi nevojë të shpëtohemi sepse kemi mëkatuar, kemi rënë. Edhe drejtësia jonë sa do e madhe të jetë është shumë e ndotur, sepse nuk mundet të jemi të përsosur si Zoti. Edhe është një problem sepse ne kemi shkel ligjin e Perëndisë. Dhe Zoti e ka zbuluar ligjin në ndërgjegjen tonë dhe e ka zbuluar në fjalën e tij. Nuk do të kesh perëndi të tjera përpara meje. Në qoftë se një herë në jetën time unë kam vendosur dikë tjetër si një idhull në jetën time, kam bërë atë si perëndi, kam thyer ligjin e Zotit. Nuk do të përkulesh përpara askujt që nuk është perëndi. Në qoftë se një herë kam rënë përmbyt e kam adhuruar dikë edhe bota ka shumë
Perëndis thot, paraja, arsimi, lloj gjëra. Edhe Zoti thot, vetëm përpara Zotit duhet prulesh. Kam thyer ligjin e Zotit. Nuk do të përdorësh kot emrin e Zotit. Nëse një herë kam nxjerr thjesht sepse kam thënë, o Zot, kot më kot, e kam thyer ligjin e Perëndis. Zoti thot, emri im është i shenjtë, nuk do ta përdorësh atë kot. Nëse ka një arsye, përdore për atë arsye biblike që Zoti ka dhënë. Thot, pastaj thot, ndero ati dhe nënën tënde. Po e kam nderuar. Jo siç mendon ti, siç mendon Zoti. Nëse një herë ke thyer urdhërimin e Perëndis duke hedhur poshtë ata, pavarësisht se ishe i nxehur apo jo i nxehur apo çfarë do ishte, ti ke hedhur poshtë ligjin e Perëndis. Nuk duhet të vrasësh. Jo, nuk kam vrarë. E mirë, nëse nuk e vrarë, po Bibla thotë, nëse ke urryer dikë, atëherë ke thyer urdhrin e Perëndis mos vri. Thot, nuk do të shkelësh kurorën. E nuk e kam bërë as këtë. Bibla thotë, nëse ke lakmuar dikë në zemër, një vajzë ose një djalë në zemrën tënde, ke bërë diçka që thyerje ligjit të Perëndis, ka rënë. Mbaj mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar. Mbaj një ditë pushim. Zoti bëri 6 ditë, ditën e 7 pushoi. Zgjidhe atë ditë, ndalo edhe jepi atë ditë Perëndis. Pastaj thot, nuk do të vjedhësh, nuk ka rëndësi sasia vjedhës, nuk do të bësh dëshmi të rreme, nuk ka rëndësi se çfarë lloj gënjeshtre bën, të bardhë, të zezë, siç gënjejmë ne mendjen tonë që nuk bëra ndonjë gjë të madhe. Zoti thot, nuk do ta bësh, po e bëre thyen ligjin. Nuk do të lakmosh etj, gruan, pasurinë e tjera. A mund të dalë ndonjëri nga ne përpara Zotit i drejtë? Bibla thotë jo. A mund të shpëtojmë vetveten? Jo. Andaj ne më keq se ata njerëzit që ishin ande. Shumë më keq. Prandaj Isaia 64:5-6 thotë, ja ti je zemëruar sepse ne kemi mëkatuar. Mbi ne qëndron zemrimi i Zotit sepse kemi mëkatuar. Dhe kemi nevojë të shpëtohemi. Kush mund të na shpëtojë ne nga duart e një Perëndie të fuqishëm? Që është i drejtë dhe nuk bën padrejtësi. Kjo na çon te pika e dytë, mbërritja e lajmit të mirë. Le të kthehemi prapë tek historia. Pas 2 muajsh ishin 19 veta në atë vend, në atë malin e Andeve. 2 burra vendosën, dhe këta e kanë emrin Nando dhe Roberto. Thanë, nëse do rrim, na pret vdekje. Ne do të lëvizim. Edhe nëse do të shpëtohemi, atëherë do të gjejmë zgjidhje edhe për këta të tjerë që do të mbeten mbrapa, kush do të mbetet gjallë. Edhe ata ikin, edhe udhtojnë 10 ditë. Dhe pas 10 ditësh arrin të kontaktojnë një njeri diku në atë shpate, kanë lëvizur rreth 2000 metra poshtë malen. Edhe ai njeri pasaj ishte dashur të lëvizje edhe më poshtë rreth 10 orë duke udhëtuar që të mund të lajmëronte autoritetin. Ata që ishin mbrapa kishin syt vetëm tek ndonjë lajm i mirë, po flas nga ana njerëzore nga këta të dy. Po për shpirtrat tanë, a ka ndonjë mënyrë që ne të mund të përpiqemi të fitojmë shpirtin e dikujt ose të fitojmë shpirtin ton ku ne kemi rënë? Ne kemi një problem me mëkatin, ne jemi të ndarë nga Perëndia, ne jemi shumë keq, edhe zemrimi i Zotit qëndron mbi ne për shkak të mëkatit, sepse Perëndia nuk bën padrejtësi, e dënon mëkatin. A ka ndonjë rrugdalje? Janë hapur 4600 fe në planet, që përpiqen të gjejnë një rrugdalje për njeriu që të mund të pajtojë njeriu me Perëndin ose të ta lidhë njeriu me Perëndin. Por asnjëra prej tyre nuk është zgjidhja. Asnjëra prej tyre, sepse problemi është që njeriu vetë në vetvete sa do të mundohet, të gjitha fet kanë një të përbashkët. Përpiqu, mundohu, bëu njeriu mirë, edhe me shpresë Zoti do të shpëton. Po kur del në gjyq, Zoti nuk do të pyesi sa njeri i mirë je. Zoti do hap ligjin, dhe nëse ke shkelur ligjin, Zoti thotë, unë jam i drejtë, dhe atëherë për shkak të drejtësisë time, paga e mëkatit, vdekja, do të shkosh në zjarr të përjetshëm, që është me çfarë fjala, vdekja e dytë, ndarja e shpirtit nga Perëndia për jetë. Shikoni te Psalmi 49 thotë, asnjëri nuk mund të shpengoj kurse si vllain e tij. Po flasim frymërisht tani, jo fizikisht. As ti jap Perëndis çmimin e shpengimit të kujt? Të tij. Sepse shpengimi i shpirtit të tij, thot Bibla, është shumë i shtrenjtë dhe çmimi i saj nuk do të mjaftonte kurrë. 4600 fe nuk mund të blej shpirtin e një njeriu. Nuk mundet. Për të bërë që ai të jetojë për jetë dhe të mos shoh gropën ose ndarje nga Perëndia në zjarr të përjetshëm. Askush nga ne nuk mund ta bëjë. Qëse Nando dhe Roberto lëvizën për të shpëtuar jetën e tyre dhe ata atyre që lanë mbrapa, kjo nuk ndodh
kur bëhet fjalë për shpëtimin e shpirtave. Çmimi një shpirti është shumë i shtrenjtë. Prandaj ka një lajm të mirë nga qiell. Perëndia siguroi një rrugë nga lart poshtë. Edhe ai u bën ri, dhe emri i tij është Jezu Krisht. Edhe ai jetoi një jetë pa mëkat. Ai vdiq në kryq duke krijuar urëm midis njerëzve dhe Perëndisë. Është e vetmja zgjidhje. Po lajmi i mirë është nga Luka 2:10 dhe 11, por engjulli u tha atyre mos druani sepse unë po ju lajmëroj. Pra ka një lajm, po ju jap një lajm tani. Një gëzim të madh për gjithë popullin sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar që është Krishti i Zotit. Pra Perëndia ka një lajm në gjendjen tonë të pashpresë. Ne jemi mëkatar. Edhe mëkati qëndron mbi supet tona dhe nëse ne vdesim direkt shkojmë në ferr. Por Zoti ka një lajm. Erdhi një shpëtimtar nga lart. Dhe ky është Jezusi. Perëndia pa mëkat u bë mëkat për mëkatarën. Bani mend, çmimi i shpengimit të shpirtit ton është vetëm gjaku i Jezu Krishtit. Romakët 5 vargu 8 thot, por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Pse vdiq për ne? Sepse paga e mëkatit është vdekja. Ai mori atë që unë dhe ju meritojmë. Ai pagoi atë pagë që meritoja unë. Por ai nuk ishte pse të vdiste sepse është Perëndia, por e pagoi borxhin e mëkatit. Jeta e tij u dha për jetën tënde. Jeta e tij u dha për jetën time. Një jetë pa mëkat për jetën e një mëkatari. E parë Timoteut 1:15 thuhet, kjo fjalë është e sigurt dhe e denjë për të pranuar plotësisht që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari. Nëse e kupton që je mëkatar, atë duhet të kuptosh që është një lajm i madh dhe një lajm i mirë për ty. Nëse nuk e kupton që je mëkatar, nuk kam asnjë lajm për ty. Po fakti është që ti je mëkatar, pavarësisht e kupton ose jo. Sepse ti ke shkelur ligjin e Perëndisë. Një herë në jetën tënde ke gënjur, ose ke vjedhur, ose ke lakmuar, ose ke sharë, ose ke urryer dikë, ose. Edhe Perëndia do që ti të kuptosh që ti je i ndarë nga Zoti dhe sado që të mundohesh nuk e arrin dot drejtësinë e Perëndisë. Dhe Zoti ka një lajm për mëkatarët. Nëse je mëkatar, Zoti ka një lajm të mirë për ty. Krishti erdhi të shpëtojë mëkatarin. Nëse je mëkatar, ka një lajm të mirë për ty. Edhe nëse je atje në malet e Andeve, ka vetë një gjë që dëshiron të dish, që të vinë një helikopter të marrë, sepse vetë nuk bën dot asgjë. Edhe në gjendjen tonë të rënë, ne nuk mund të shkojmë dot, ne nuk bëjmë dot të përsosur, nuk arrim dot lavdinë e Perëndisë thot dot. Edhe për shkak se Zoti na pa që ishim pa shpresë, pa rrugdalje, sa do të mundohemi, ne prap nuk e arrim dot Zotin në standardin e tij. Atë Zoti vetë erdhi për na shpëtuar. Dhe erdhi për të shpëtuar mëkatarët. Prandaj Gjoni 3:16 thot, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin. Quhet i vetëm lindur bir. Ai ishte 100% Perëndi, 100% njeri. Domethënë Perëndia vet lindi. Ai erdhi te një virgjëresh dhe lindi. U quhet biri i njeriu, biri i Perëndisë. Që kushdo që beson në të mos u mbas për të ketë jetë për jetë. Nuk është çështje feje, a je muslimane, a katolik, a ortodoks, në çfarë do feje të shkosh në ferr do përfundosh. Thjesht ndryshon dhomën e ferrit. Pyetja është, a je i rilindur? A ke lindur përsëri? A ke një marrëdhënie me Perëndin? Bibla na tregon mënyrën se si njeriu mund të ketë marrëdhënie me Zotin. Mënyrën se njeriu mund të lindë përsëri. Është përmes sakrificës, duke pranuar sakrificën e qenjit të patëmet të panjoll të Perëndisë që është Jezu Krishti. Jezusi e kënaqi Perëndin. Sakrifica e tij ishte e denjë për të zvendësuar ty në vdekje përpara Perëndisë. Bibla thotë që kushdo që beson në të mos u mbas për të ketë jetë të përjetshme, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që të dënojë botën. Sot është një kohë hiri dhe mëshira nga Zoti, lavdi Zotit. Por Perëndia dërgoi birin e vet që bota të shpëtohet me anë të tij. Kështu që ka një lajm të mirë dhe shpresë për çdo njeri prej nesh dhe për çdo mëkatar në këtë planet. Shpëtimi nuk erdhi nga përpjekja jonë. Okej, nëse le të duam që të përpiqemi. Bibla thotë ja ku është ligji. Mbajeni të gjithë në mënyrë që të jeni përpara Zotit të drejtë, por nëse e thyeni ligjin, atë keni vendosur veten tuaj nën mallkim. Edhe nëse një herë ke thyer ligjin, nuk je më i drejtë. Atë nuk mund të shkosh te Zoti, sepse ke shkelur ligjin të shkosh në ferr. Nëse një herë ke shkelur ligjin, paga e mëkatit është vdekja. Por Krishti erdhi të na çlironte nga mallkimi i ligjit, sepse nuk e mbanim dot ligjin. Nuk mundet gjithë jetën tonë kur të mos gënjerim,
Nuk mundet që gjithë jetën tonë të mos thonim një fjalë të pandershme, na doli. Etj. Po Krishti erdhi e mbajti ligjin, nuk më katoi kurrë, nuk foli një fjalë të pandershme, nuk thyeu asnjë ligj, dhe megjithatë vdiq në një kryq për të marrë mallkimin e ligjit që ishte për ne. U varros dhe u ringrit nga vdekja pas 3 ditësh. Dhe së fundi është pranimi i lajmit të mirë. Pas 10 ditë udhëtime të këtyre 2 burrave, edhe 10 orëve të atij që lajmëroi autoritetit, vjen një helikopter tek ata. Ata gjejnë 14 veta gjallë. Edhe kjo është një foto e atyre që janë duke pritur helikopterin. Gjëja më e mahnitshme është të dish që më në fund ka shpresë që t'i rrojë. Edhe për një mëkatar, edhe nëse kuptoni që jeni mëkatar, gjëja më e mrekullueshme është të dish që Perëndia të ka dhënë një rrugdalje nga lart. Ai të do ty, ai vdiq për ty, ai u varros për ty, ai u ringjall për ty. Vetë nuk shpëton dot veten, por Perëndia do të shpëtojë ty. Tani pranimi i lajmit mirë, imagjinoni pak. Nëse nga ata 14 veta, 4 veta thoshin dëgjoj. Erdhi helikopteri po. Unë nuk dua të hipja aty. Unë do vazhdoj në rrugën time. Unë do përpiqem me forcën time që të mund të shkoj të shpëtoj jetën time, do të zbres ato 5000 metra. Vetëm një çmendur bën këtë gjë apo jo. Po imagjinoni ne nga ana frymërore që themi dëgjoj, nuk dua të pranoj rrugën e Zotit, por unë do të ndjek fen time gjitha, dash Zoti, kismet, shohim. Nuk duhet të ndodhë kështu, sepse shpirti juaj është shumë i shtrenjtë. Mos e flakni atë që është shumë e çmuar, thjesht për një kapriço, nëse mund të them, apo për një tradit, apo sepse kështu thon shoqëria. Ne kemi fen ton, ju keni fen tuaj, nuk është çështje feje. Nuk po flas fe. Jezu Krishti është Perëndia në trup njerëzor. Është rruga e shpëtimit për çdo njeri, pavarësisht nga feja. Sepse ai është qengji i Perëndisë që u flijua për mëkatin tim, për mëkatin tuaj, për mëkatin e gjithë botës. Dhe nuk ka rrugë tjetër. Edhe vetëm mënyra është të pranojmë rrugdaljen e Zotit. Dhe nuk ka pse të presim. Edhe dini këta të 14 të gjallë, e vetme që donin është të hipnin në atë helikopter të shpëtonin. Dhe në qoftë se sytë tu janë hapur të pak të kupton që jemi mëkatar, edhe kupton me të vërtetë që nuk ka rrugdalje, sepse nuk mund të shpëtojë dot mëkatin. Ju do thoni po përpiqem, sa do të përpiqesh prapë ke shkelur ligjin edhe në gjyq do të dalësh fajtor dhe si fajtor do dënohesh. Po unë po ndjek të fe, në fund të fundit pavarësisht cilën fe ndjek, Zoti do shikoj, a ka shkelur ligjin? Po, ka shkelur, do shkoj në ferr. Ti nuk shkon në gjyq për të marrë flet lavdërimi. Ti shkon në gjyq për të gjykuar për mëkatin që ke. Edhe paga e mëkatit është vdekja. Prandaj Zoti erdhi dhe na dha jetë. Prandaj rruga e vetme është të pranosh rrugën që vjen nga lart. Nuk e pse refuzon, e di që shumë njerëz refuzojnë, por një ditë do të pendohen për këtë refuzim. Sepse çdo njeri do përballet një ditë me Zotin. Gjoni 3:16 thot sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij vetëmindur që kushdo që beson, Zoti na lë me vullnet të lirë. O nuk mund të detyroj askënd. Po na lë me vullnet të lirë. A dëshiron të besosh në Jezu Krishtin? Kushdo që beson në Jezusin do të ketë jetë të përjetshme. Fakti që Jezusi vdiq për të gjithë njerëzit nuk do të thotë automatikisht çdo njeri shkon në paraj. Por kushdo që beson në të, kushdo që beson duhet të marrë një vendim. Vepra 16:31 thotë dhe ata i thanë beson në Zotin Jezu Krisht do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote. Është një zgjedhje, është një vendim. Ai çdo të thotë të besoj. Keni një ilustrim aty, ishte një njeri që po bënte akrobaci dhe po hecte një litar mes 2 shkëmbimeve të mëdhenj dhe poshtë ishte humner. Edhe ai kaloi matan edhe ishin shumë njerëz poshtë, e pan atë që bëri atë veprim, kaloi me sukses edhe duar troku. Edhe ai u tha atyre, a besoni që unë jam në gjendje të kaloj matan përsëri litari me një karrocë? Edhe ata thanë po. Edhe ai kaloi me karrocë. Edhe thanë, a besoni që unë jam në gjendje të kaloj prapë këtë me karrocë, por bashkë me karrocën të jetë hipur edhe një njeri? Ata thanë po. Edhe ai tha, le të vijë njëri nga ju. Asnjëri nuk shkoi. Ta thuash që e besoj dhe të pranosh janë dy gjëra të ndryshme. Të besosh nuk do të thotë vetëm që ta thuash, por të vendosësh jetën tënde në duart e atij që beson. Pra shpëtimi është të vendosësh jetën tënde në duart e Jezu Krishtit.
Zoti, unë nuk shpëtoj dot vete. Zoti, unë jam mëkatar. Zoti, unë çfarë do që të bëj, unë e di të dal fajtor përpara teje, tashmë e kam shkelur ligjin, tashmë e kam bërë mëkatin, dhe kur të dal përpara teje ti je i drejtë, edhe ti do të bësh drejtësi, edhe unë do të dal fajtor, do të më shpallësh fajtor, do të shkoj në ferr. Unë nuk shpëtoj dot veten, e marr të jetën time dhe e vendos në duart e tua. Kjo është të besosh Perëndis. Pa përpiqem të ta bëj të kuptuash me besimin. Besimi i vërtet nuk është në fjalë, po është në veprim. Po jap një ilustrim të dytë, një herë një shtëpi po digjej edhe në katin e dytë ishte një vajzë 8 vjeçe, me po për shkak të tymit ajo nuk shikonte poshtë. Jati ishte poshtë edhe po shikonte, ajo ishte në balkon. Edhe e thirri në emër vajzën dhe i tha, hidhu nga balkoni. Edhe ai tha, nuk të shoh, hidhu se të shoh unë. Edhe ajo u hodh, megjithëse nuk e shifte, baban u hodh edhe jati e priti. Besim do të thotë ushtrosh besim, edhe pse nuk e shikoj atë çfarë Jezusin tani, po unë ushtroj besim në fjalën e Perëndis. Ajo ushtroi besim në fjalën e babait dhe u hodh. Bibla thot, beso në Zotin Jezu Krisht do të shpëtohesh. Ushtron besim në fjalën e Zotit, nuk është fjala ime ajo që thash. Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh, është fjala e Perëndis. Ushtron besim në fjalën e Perëndis dhe çfarë bën? E merr, e vendos jetën tënde në Jezu Krishtin. Beson në atë që është i vetmi Zot dhe shpëtimtar. Romakët 10, 9 edhe 10 thot, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia është gjalli për të vdekurit do të shpëtohet nga ferri. Pra vjen edhe besimi, po të besosh në zemrën. Çfarë bëri Perëndia? Ai vdiq për ty, u varros për ty dhe u ringjall për ty, do të shpëtohesh, sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Ne duhet të ushtrojmë besimin. E para Gjonit 5, 11, 12 thot, dhe dëshmia është kjo, Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin ka jetën, ai që nuk ka birin e Perëndis nuk ka jetën, thot Bibla. Vjen dikush të jep një dhuratë, ke dy zgjedhje, ta refuzosh se ta marrësh. Dhe shpëtimi është fala, s'është nga hiri i Zotit. Asnjëri nga ne nuk meriton të shkojë në paradiz, po Zoti do që të shkojnë në paradiz. Dhe çfarë bëri? Ai dha birin e tij dhe ai ka një dhuratë. Në qoftë se do marrësh birin, atëherë në atë dhuratë në birin ke jetën e përjetshme. Është njësoj si pranon një dhuratë, kështu është të pranosh Jezu Krishtin. Por nëse dhuratën e pranon duke hapur duart, Jezusin e pranon duke hapur zemrën. Sepse me zemër, thot Bibla, një njeri beson në drejtësi. Por thot ai që ka birin, ka. Nëse nuk ke birin, atëherë nuk ke jetë përjetshme. Romakët 10, 13, ky është vargu i fundit. Në fakt, kushdo që do të thras emrin e Zotit do të shpëtohet. Edhe Zoti është shumë i mirë. Ai ka derdhur hyrën mbi ne. Na jep mundësi pas mundësie, mundësi pas mundësie. E thot, kushdo që do të thras emrin e Zotit do të shpëtohet. Edhe unë kam një pyetje, ashtu ti thash. Jo të gjithë nga Izraeli janë Izrael. E jo të gjithë ata që janë në Kish, janë Kisha. A doni që të keni paqe me Perëndin? Ka vetëm një mënyrë, në anë të Jezu Krishtit. Perëndia e pajtoi botën me veten përmes sakrificës së qenjit të tij. Dhe kjo sakrifica e Jezu Krishtit në kryq. Gjaku i tij u derdh për të pastruar mëkatin tënd. Jeta e tij u dha për jetën tënde. Ndëshkimi i tij ishte për mëkatin tënd, për ndëshkimin tënd. Edhe ringjallja e tij, sepse ai u ngrit nga vdekja pas 3 ditësh, është një garanci për ringjalljen tënde. Por është lënë në dorën tonë. A dëshiron të pranosh Jezu Krishtin? Është si ai njeriu me karrocën që tha, kush do ta marrësh e ta lësh jetën tënde në duart të vetmit që është në gjendje ta shpëtojë. Ta lësh jetën tënde në duart e Jezu Krishtit. Perëndi, unë të besoj ty. Unë besoj që ti vdiqe, u varroste, u ringjalle për mua. Edhe duhet të pranosh atë, jo thjesht të besosh, të pranosh atë, ta bësh Zotin tënd në mënyrë personale. Jo ai vdiq për ne, vdiq për ne, jo në mënyrë personale. Sepse ai vdiq për ty në mënyrë personale, dhe nëse pranon duhet të pranosh ti në mënyrë personale. Dhe nëse refuzon, je ti që e refuzon në mënyrë personale. Një lutje nuk të shpëton, nëse thua një formulë lutje, por një qëndrim përpara Perëndis duke u penduar edhe duke pranuar birin e tij me besim nga zemra jote të shpëton. E unë do të bëj një lutje këtu tani, nëse mund të uli kokën, ju lutem, faleminderit.
Edhe në qoftë se dëshironi që të keni pashje me Perëndin, e të keni jetë të përjetshme, lutuni pas meje, por nuk është lutja që të shpëton, por është qëndrimi i drejtë i zemrës suaj. Dhe lutja juaj e drejt për drejt përpara Perëndis do t'ju shpëtojë ju. Mund të merrni lutjen time edhe t'ia thoni Perëndis. Që t'jetë lutja juaj. Lutja ime thjesht do të jetë si një udhërrëfyer, por le të jetë lutja juaj sepse jeni ju që e pranoni Jezu Krishtin ose e refuzoni ato. Dhe në qoftë se dëshironi të pranoni sot atë, lutuni pas meje, po lutuni Perëndis. Perëndi, faleminderit që më hape sytë sot. E pranoj që jam mëkatar. Zot më fal. Po nuk mund të shpëtoj dot veten time. Po faleminderit që ti më do mua. Edhe ti dhe një rrugdalje për mua. Dhe kjo rrugë është Jezusi. Unë e besoj që ai vdiq në vendin tim. Ai pagoi mëkati për mua. Ai u varros dhe u ringjall përsëri. Unë e hap zemrën time. Dhe pranoj Zotin Jezu Krisht si Zotin tim dhe si shpëtimtarin tim. Unë besoj fjalës tënde. Dhe fjala jote thot, kushdo që do të thrasë emrin e Zotit, do të shpëtohet. Dhe unë dua të shpëtohem. Dhe unë po thras emrin e Zotit. Dhe ai emër është Jezus. Jezus më shpëton. Unë besoj në ty. Në vdekjen tënde, varrosjen tënde dhe ringjalljen tënde. Unë besoj që gjaku yt u derdh për mëkatin tim. Faleminderit që më fale. Faleminderit që tani je Zoti im. Dhe shpëtimtari im. Amen. Por në qoftë se ti ke marrë një vendim përpara Perëndis, një vendim besimi, do të besosh Perëndia mban fjalën e tij. Edhe ai thot, ai që ka birin ka jetën, nuk thot do ta ketë. Edhe në qoftë se me besim je lutur Perëndis nga zemra jote, Bibla thot ti e ke tashmë jetën e përjetshme. Ai të ka falur, ai të ka pranuar, ai të ka dhënë jetë të përjetshme.